Gjykata e Durrësit ka vendosur masat e sigurisë për 8 ish zyrtar të burgut të Durrësit, të cilët u arrestuan pas dyshimeve se nuk zbatuan procedurat gjatë transportit të paraburgosurit Altin Doci në spitalin e Durrësit. Nga ky ai mundi të arratisej. 3 prej tyre, përfshirë ish-zëvendës shefin e policisë së burgut dhe 2 efektiv që shoqëronin 39 vjeçarin, janë lënë në arrest me burg. 2 të tjerë, një infermier dhe një zyrtar informacioni, do të qëndrojnë në arrest shtëpie, ndërsa 3 të tjerë, përfshirë 2 efektiv të tjerë dhe një administrator, janë lënë detyrim paraqitje para autoriteteve. Avokatët dhe ish zyrtar të mbetur në masa sigurie deklaruan se klientët e tyre kanë zbatuar procedurat e transportit dhe se prokuria nuk ka provat mjaftueshme për të mbajtur masat aktuale. Burimet e gjykatës bën me dije se gjatë seancës fillimisht prokuroria kërkoi arrest me burg për të gjithë të dyshuarit, por pas shqyrtimit të argumenteve të mbrojtjes u ndryshua vendimi për disa prej tyre. Arratisja Altin Docit ka nxitur gjithashtu arrestimin e ish drejtorit të burgut Indrit Sërloj, i cili u la në arrest shtëpie, ndërsa ngjarja ka vënë në qendër të hetimeve organizimin dhe përgjegjësitë e brendshme të institucioneve penitenciare. Autoritetet e burgjeve dhe prokuroria po vijojnë punën për të përcaktuar çdo mangësi dhe për të marrë masa ndaj përgjegjësve, ndërsa çështja ka ngjallur reagime të forta publike për sigurinë dhe menaxhimin e të paraburgosurve në Shqipëri.